Partia opozitare maqedonase LSDM sot ka mbajtur kongresin e 31, ku të pranishmeve me një fjalim ju drejtua kryetari Venko Filipçe. Ai tha se partia po hyn në një fazë mobilizimi pa hapësirë për ndarje të brendshme. Filipçe paralajmëroi daljen në terren, ndërsa tha se dyert e LSDM-s janë të hapura për të gjithë. E di që në të kaluarën ka pasur turbulenca. Disa qëndruan, disa u larguan, por tani duhet të dërgoj një mesazh. Dyert e LSDM-s janë të hapura për çdo social-demokrat, për çdo punëtor, për çdo intelektual që ja do të mirën shtetit. Sot i vëm pikë përçarjeve. Kush mendon të jetë kal troje i vëmëro do përmanes, letër largohet me njëherë. Nuk kemi luks për ego, nuk ka më ulje në vend, nuk ka më shkrim statusesh në Facebook. LSDM-ja del në terren. Do të trokasim në çdo derë për ta zgjuar Maqedoninë. Nuk munguan as kritikat për pushtetin aktual, e sidomos për gjendjen ekonomike. Kreu LSDM-s e tha se VMRO DPMN premtoi reforma, por sipas tij, ata sollën grabitje me përmasa të mëdha, tender për njerëz të afërt edhe plashkitje të fondeve europiane. Por kur krijohet buxheti për vitin 2026 me një vrim prej 2 miliardë eurosh dhe shkohet drejt huamarrjes së re, kjo nuk është thjesht gabim. Kjo është grabitje qëllimshme e shtetit, krim financiar kundër së ardhmes së fëmijëve. Këto para nuk zhduken. Ato përfundojnë në xhepat oligarkisë, ndërsa qytetarët e paguajnë faturën përmes inflacionit. Shporta e konsumit është më e shtrenjtë se ari. Çmimet po çmenden sepse mbrohen përfituesit, jo qytetarët. Energjia elektrike dhe ngrohja janë më të shtrenjta, ndërsa na bindin se jemi ekonomia e katërt në Europë. Filipçe më tej tha se vendi është në izolim diplomatik. Sipas tij, rruga europiane është bllokuar dhe se ai tha se në vend të shtetit europian, Maqedonia Veriut u bë territor i izoluar pa plan dhe vizion.